Bashkia Ndërkombëtare ka vlerësuar që qytetarët e Kosovës janë pjekur politikisht që t'ja shtojnë edhe një hallk të tyre sovranitetit të vendit. Ka qenë proces gradual. Forcimi i sovranitetit tonë, na tash e dimë, na të ditë të më majtë ligjerata. Ai besoni desti që Kosova është shtet sovran, çfarë periudhë kur është poll? Sovran, demokratik. Ai froza një orë ashin. Sigurisht rregohet që thoshte pavarësi çdo frem. Ai ka qenë proces i koordinuar dhe i bashkërënduar me Bashkinë Ndërkombëtare. Ne kemi pas dy rrugë. Ne kemi shpall pavarësinë në vitin 99. E kemi shpall. Po, nuk i jetësua asnjëherë. Është e vërtetë. Pas Republikës Shqipërisë. Kush na ka njohur? Askush. Brutale ka qenë atë, kur un kam qenë fëmijë atë kohë, jo gjenerat edhe ridi pak a shumë ti prof më shumë. Besoj që ti e din edhe unë besoj që është brutale për çdo qytetar në atë kohë kur e ka pasur me çfarë shpërfillje. Është trajtuar prej Bashkisë Ndërkombëtare vullneti politik i qytetarëve. Një pyetje kështu. Kjo ka treguar është republikë. Eta çka ka sënuar mini? Ja, se nuk po m'pëlqen më marr na me këtu problemet lokale sa vota kush. Jo, s'po mirë unë ata. Çe do të jap gjykimin. Ideja jam është të marr edhe unë mendoj që ti e kupton edhe mirësh me këtë. Çka arkitekturë? A mendon ti që është këmish e mjaftueshme? Unë po gjykoj që kjo këmish është e bëhen ngushtë. Nuk pëshe problemin të Dëgjoj, a pëshe problemin të këmisha ti e përmend në vullnetin politik. Pse i duhet presidenti domosdoshmërisht Albinit? Me ndru kushtetutin e Atisarit jo, se nuk mundet me ndru kushtetuta e Atisarit. Jo, ai është fos tjetër. Nuk mundet. Nuk mundet me ndru kushtetuta e Atisarit pa bashkëkoordinim me pa 2/3 e minoritetit. Kjo është e vërtetë. Edhe të minoritetit ka 13 deputetësuar. Kjo do thotë, kjo edhe tash çka ka ndodhur? Ai është një fos tjetër. Unë e shoh një fos tjetër. Dëgjoj, çka ka ndodhur ndërkohë? Nuk është që ne kemi ardhur duke integruar politikisht serbët e Kosovës. Do thotë ne pa i bë për vetit edhe serbët e Kosovës nuk mund vim deti. Nuk varet kjo përkundrazi kanë ardhur serbët e Kosovës kanë ardhur duke u homogenizuar dhe më shumë rreth listës serbe. Edhe më shumë rreth listës. Ka mund përgjigje. Përgjigjja është 2013, 2015, edhe 2021, edhe 2022, se po duam me amnestu edhe 2022. Vetë menaxhimi. Shumë bukur me thuaj. Edhe 2022. Eta, por me ik tyne marrëveshjeve, se këtu janë marrëveshje.